2.5%. Të dashur miq, po dëgjojmë fjalë që jemi të stërngarkuar në fenë islame me angazhime dhe veprimtari të madhe, me namaz, me agjërim, me zekat, me hax, me nuk di çka dhe kështu me radhë. Subhanallah, shpirti na doli. Kur marr të analizoj pak dhe u interesova dhe kalkulova në namaz. Allahu ka kërkuar prej besimtarit musliman në një ditë 17 rekate farz. Dhe nëse do t'i falni nga 2 minuta një rekat, bën 34 minuta, 35 minuta përafërsisht. 35 minuta kalkulohet lutëm prej 24 orëshit, do të dalë 2.5%. Pra, për një ditë tënde kërkon 2.5%. Dhe kjo nuk është e mbytur. Nëse do të agjëroni muajin e Ramazanit në një kohë sikur tash në shkurt dhe do të ketë dikun 8 orë, 9 orë agjërim dhe kështu me radhë dhe janë 29 ditë. Llogaritit lutem 29 ditë me 8 orë e gjysmë agjërim dhe për një vjet sa orë ka do të dalin 2.5%, 2.6%. Nëse do të kërkosh që të ndihmosh një fukara me zekatin tënd, është e qartë janë 2.5%. Nuk di nga na myti Allahu me këta kërkesa dhe veprimtaria të mëdha, 2.5% për të dhënë një xhennet. Më gjej një kontratë më të mirë se kjo që është sot. Allahu t'i kofshim fal me 200%. Falenderoj që na ndjekni, një agjerim të lehtë.